Miss Eleganza 2021 është vajza me emrin Sara Domi. Urime Sara. Faleminderit. Vit në këtë spektakull janë dhuruar bursa studimi. Dhe deri tani janë shpërndar 25 të tilla. Dhe prioriteti dhe fokusi e Miss Universe Albania është shkollimi sa më i mirë i konkurrentëve tona. Tani do të shtohen edhe 2 bursa të tjera të plota nga Universiteti Barleti. Ftojmë në skenë drejtoreshën e komunikimit në këtë universitet, zonjën Jona Gjomaci. Rama Jona, faleminderit. Rama gjithve. Unë dua fillimisht të përgëzoj juve për këtë event kaq mrekullueshëm që keni organizuar, zotin Edi, producentin për bashkëpunimin e gjithë këtyre viteve midis Universitetit Barleti dhe Miss Universe Albania and Kosovo. Shumë Faleminderit ju. Dhe përpara se ta hapim zarfin, kena një pyetje për ty. Pse studentët do të zgjellin Universitetin Barleti? Universiteti Barleti përveç akreditimit nga Agjencia Britanike e Akreditimit, ne kemi një staf të kualifikuar edhe jashtë vendit. Pra, të gjithë profesorët kanë të paktën nga një diplom jashtë shtetit, jashtë Shqipërisë. Ne jemi gjithmonë të hapur për modele të reja, për modernizmin, për digitalizimin e gjithë universiteteve. Ne vim tashmë me një kampus të ri pranë rrugës Frank Bardhi në Selit, ku të gjitha sallat janë të digitalizuara, ka klasa kinemaje, ka teatro, ka bar dhe restorant, dhe gjithçka është e digitalizuar. Ka hapësira co-working dhe ne ju mirëpresim gjithë maturantët dhe 2 miset e bukura të Barletit që ne do i zgjedhim tani. Shumë faleminderit. Vazhdojmë me zarfin. Me kënaqësinë më të madhe, Miss Barleti 1 është Emigreta Krasniqi. Është Klea Muça. Bëhet dhe një modele e suksesshme, por një modele duhet të punojë akoma më shumë për të merituar kurorën e një misi. Cila nga vajzat fiton çmimin Best Model? Ftojmë në skenë një nga modelet më të mirë shqiptar në SBA, i cili na nderon me pjesëmarrjen e tij në Miss Universe Albania. Zonja dhe zotrin Blair Qyteza. Përpara se të hapim zarfin, kam një pyetje për ty. Ke parë kaq vajza të bukura në New York sa sonte? Kudo që kam qenë në botë, nuk gjenda si vajza shqiptare. Atëherë, Miss Best Model 2021 është Daisy Demon. Urime Daisy. Për ne si produksion, është shumë e vështirë të bësh dallimin mes konkurrentëve. Shumë e vështirë për të bërë një zgjedhje. Por le të mësojmë se cila ka qenë pak më e preferuara
dhe ka fituar zemrën e produksionit, ashtu siç ka ndodhur me prezantuesen Francesca Jaçe, të cilën e mirpresim me duar trokitje. Nesër në mbrëmje, Francesca do të rigjitet në skenë sërish me rolin e prezantuesës në natën finale së bashku me Ardit Roshi dhe Cindy Marinën. Por Francesca nuk mund të shpëtosh pa një pyetje. Më mirë e ftuar speciale apo zonja e shtëpisë si prezantuese? Faleminderit Eni, faleminderit që na keni kënaqur sonte dhe keni ndriçuar skenën. Faleminderit. Faleminderit juve të Shumë e gjithë gocave, të mrekullueshme. gjithë pjesëmarrësve që janë këtu sonte. Është shumë pyetje e vështirë. Është emocion shumë i madh ta shijoj këtë mbrëmje dhe kënaqësi gjithashtu këtë mbrëmje live, por gjithmonë është kënaqësi të ringjitesh në skenë. Dua gjithashtu të them që nuk do t'i ndajmë kurrë skenës të Miss Universit, qoftë edhe si publik, si prezantuese apo dhe nga shtëpia me telekomandë. Kështu që ju ftoj të gjithëve të na ndiqni live sot dhe nesër në Miss Univers Albania në Kosovë, te Televizion Plus dhe Klan Kosova. Faleminderit Francesca, ta hapim zarfin dhe të zbulojmë kush është fituesja e produksionit. Miss Produksionit 2021 e fiton Denada Doda.